8 pyetjet e rrezikshme shpirtërore, kurthe nga errësira që duhet t'i njihni. Mirë se vini në këtë video, miq të dashur. Sot do të flasim për diçka që mund të ndryshojë mënyrën se si perceptoni bisedat e përditshme. Disa prej tyre janë kurthe të vërteta, të përdorura nga shtrigat, kultet e errëta dhe ata që veprojnë në hije për të fituar akses shpirtëror në jetën tuaj. Edhe një përgjigje e thjeshtë, po ose jo, mund të hapë një derë të padukshme, duke ju dhënë leje të pavetëdijshme për ndërhyrje të padëshiruara. Këto nuk janë histori frikësuese për t'ju trembur, por paralajmërime bazuar në dëshmi biblike, përvoja personale dhe dëshmitë e mira njerëzve që kanë kaluar nëpër këto situata. Sot do të zgjerojmë 8 pyetjet më të çuditshme dhe më të rrezikshme që mund të dëgjoni. Do të shpjegojmë pse ato janë të rrezikshme, si funksionojnë në botën shpirtërore dhe si t'i shmangni. Në fund do t'ju jap disa këshilla praktike për të mbrojtur hapësirën tuaj shpirtërore. Le të fillojmë me pyetjen e parë. Pika 1. A mund të vijë në shtëpinë tënde? Kjo mund të vijë nga një mik i ri, një koleg pune, ose madje një person që takoni në rrjetet sociale. Në sipërfaqe është një ftesë miqësore, një shenjë e interesit për të kaluar kohë bashkë. Por shpirtërisht, kjo pyetje mund të jetë një bombë me sahall. Pse? Sepse shtëpia juaj nuk është thjesht një ndërtesë, ajo është një tempull personal, një hapësirë ku Zoti ka vendosur paqen dhe mbrojtjen tuaj. Në botën e errët, shtrigat dhe kultet kërkojnë akses fizik në shtëpi për arsye të ndryshme tinxare. Së pari, ata mund të vendosin ose marrë sende personale, si një copë rrobë, një palë çorape ose një bishuteri të vogël për t'i përdorur në rituale demonike. Këto sende mbartin brendën tuaj shpirtërore, një gjurmë të identitetit tuaj që mund të lidhet me mallkime ose lidhje të padëshiruara. Imagjinoni, dikush merr një fije flokësh nga jastëku juaj dhe e përdor në një ceremoni për të hapur një derë shpirtërore, duke lejuar energji negative të hyjnë në jetën tuaj. Së dyti, ata mund të fshehin objekte të mallkuara, si një gur i vogël me simbole të errëta ose një pajisje monitorimi të fshehur, që funksionon si një portë e vazhdueshme. Nuk është konspiracion, ka raste të dokumentuara ku njerëz kanë gjetur objekte të tilla pas vizitash të dyshimta, dhe pastrimi i shtëpisë ka ndryshuar krejtësisht jetën e tyre. Armiqt shpesh vijnë si miq, jo me konfrontim të hapët. Bibla na thot në Psalmin 101:7 se ai që vepron me fshehtësi nuk do të qëndrojë në shtëpinë time. Pra, mos e injoroni atë kontrollin në shpirtin tuaj, atë ndjenjen e brendshme që thot mos e lër. Si t'i shmangni? Vendosni kufi të qartë, faleminderit, por preferoj të takohemi jashtë. Nëse insistojnë, pyesni pse dhe vëzhgoni reagimin. Lutuni para se të lejoni dikë brenda dhe mbani një ambient të pastër shpirtërisht me lutje ditore. Kjo nuk është paranojë, është mençuri hyjnore. Pika 2. A mund të prek flokët? Tani, kalojmë te pyetja e dytë, që shpesh vjen si një kompliment. A mund të prek flokët? Ndoshta thonë se duken të bukur ose duan t'i rregullojnë pak. Kjo duket e pafajshme, si një gjest miqësor. Por në magjinë e errët, flokët nuk janë thjesht diçka kozmetike, ata janë një lidhje e drejtpërdrejtë me identitetin tuaj shpirtëror. Në lashtësi, në kultet e vjetra dhe edhe sot në praktikat okulte, flokët përdoren si pikë kontakti për të përfaqësuar një person në rituale. Pse? Sepse flokët rriten nga koka, qendra e mendjes dhe shpirtit. Një fije flokësh mund të mbartë adnën tuaj, por edhe shenjën tuaj shpirtërore. Shtrigat mund ta maskojnë këtë si admirim, o sa të bukur, më lejoni t'i prek pak. Pastaj, pa dijenin tuaj, marrin një fije dhe e përdorin në një ritual për magji, mallkime ose madje për të lidhur shpirtin tuaj me një entitet të errët. Ka raste ku njerëz kanë filluar të kenë ëndra të frikshme ose probleme shëndetësore pas një prekjeje të tillë, sepse ajo hap një kanal të padukshëm. Gjithashtu, ata mund të kërkojnë të bëjnë gërsheta ose të rregullojnë flokët, duke krijuar një lidhje fizike më të fortë. Nuk është çdo prekje e padëmshme, disa njerëz e bëjnë këtë për të manipuluar ose iniciuar shpirtërisht të tjerët, duke transferuar energji negative. Bibla na paralajmëron se trupi juaj është tempull i shenjtë, mos e lejoni të profanohet lehtë. Si të veproni? Thuajini jo, faleminderit me buzëqeshje. Nëse ndjeni një tërheqje të çuditshme, largohuni. Mbani flokët tuaj të mbrojtur si një simbol i fronës suaj shpirtërore. Lutja e përditshme për mbrojtje është qelësi. Pika 3. Cili është emri yt i plot dhe mbiemri i vajzërisë së nënës tënde? Kjo vjen shpesh në biseda personale si një mënyrë për të njohur më mirë. Por mos u mashtroni, emri juaj i plot nuk është thjesht një etiketë. Në botën shpirtërore, ai është një qelës për t'ju synuar specifikisht. Në ritualet okulte, emrat përdoren për të thirrur ose lidhur një person, si në magjinë e emrave të vjetër. Tani, pjesa për mbiemrin e vajzërisë së nënës tuaj? Kjo është një shenjë e kuqe e madhe. Ajo tregon një përpjekje për të gjurmuar linjën tuaj të gjakut, duke zbuluar beslidhje familjare, si ato hyjnore nga gjyshërit besnik, apo demonike nga gjenerata të mëparshme.
Linjat e gjakut mbartin trashëgimi shpirtërore, dobësi, mallkime ose bekime. Duke ditur këtë, ata mund të gjejnë pika aksesi për të manipuluar jetën tuaj, duke hapur dyert të trashëguara që Zoti ka mbyllur tashmë. Nuk është kurioziteti thjesht, është një kurs shpirtëror për të zbuluar modelet gjeneruese, si sëmundje familjare ose konflikte të vjetra, dhe për t'i shfrytëzuar. Kam dëgjuar histori ku njerëz pas zbulimit të këtyre detajeve kanë filluar të përjetojnë sulme të papritura, si humbje pune ose probleme familjare. Bibla thotë se emrat mbartin trashëgimi, ruajini si thesare. Vigjilenca është e nevojshme, mos i jepni këto informacione pa një arsye të fortë dhe pa konfirmim shpirtëror. Nëse pyesin, thoni pse të intereson dhe vëzhgoni. Lutja për mbrojtje familjare do t'ju mbajë të sigurt. Pika 4. Cila është data jote e lindjes dhe ora e saktë kur ke lindur? Pyetja e 4 duket banale, shpesh thuhet si për shenjën e zodiakut ose për të uruar ditëlindjen. Por ky informacion është një minjer ari për manipulim shpirtëror. Data e lindjes krijon një profil astrologjik duke zbuluar pozicionet planetare në momentin tuaj të lindjes, një mjet i fuqishëm në praktikat okulte për sulme specifike. Ora e saktë. Ajo e bën edhe më precize duke lejuar krijimin e një harte shpirtërore për të identifikuar dobësitë tuaja. Shtrikat përdorin këtë për të sinkronizuar ritualet me ciklet tuaj personal, duke hapur dyrë për energji negative. Nuk është rastësi, astrologjia e errët është një mjet për të sfiduar planin e Zotit. Bibla na paralajmëron kundër adhurimit të yjeve. Mos e ndani këtë me të panjohur. Nëse pyesin, devijojeni bisedën. Lutja për mbrojtje nga parashikimet e rreme është thelbësore. Pika 5. A mund të shoh një foto tënde të fundit? Pyetja e 5. A mund të shoh një foto tënde të fundit? Fotot duken të parëndësishme sot me rrjetet sociale. Por në magji, një foto është një imazh shpirtëror, një pikë kontakti për manipulim, magjepsje ose monitorim. Shtrikat i përdorin për të lidhur shpirtin tuaj duke e vendosur në altare ose duke e djegur në rituale. Jeta e disave shkatërohet pas dërgimit të një fotoje personit të gabuar, probleme shëndetësore, marrëdhënie të thyra. Bibla thot kundër imazheve të rreme. Mos i ndani foto me të pambesuar. Përdorni lutjen për të mbrojtur imazhin tuaj. Pika 6. Cila është frika jote më e madhe? Pyetja e 6 vjen shpesh në biseda që duken intime dhe mbështetëse. Mund të vijë nga një mik i ri në një grup besimi, një koleg që pretendon se dëshiron të ndihmojë, ose madje në një sesion coachingu online. Në sipërfaqe duket si një hap drejt një lidhjeje të thellë, një mundësi për të ndarë peshën emocionale. Por mos u mashtroni, në duart e personit të gabuar, kjo nuk është një pyetje ngushëlluese, është një skanim shpirtëror i vërtetë, një sondazh për të identifikuar pikat tuaja më të dobëta. Pse është kaq e rrezikshme? Frika nuk është thjesht një emocion i përkohshëm, ajo është një portë e hapur shpirtërisht. Bibla na thot qartë se Perëndia nuk na ka dhënë frymën e frikës, por të fuqisë, dashurisë dhe vetëdijes së shëndosh. Por demonët dhe agjentët e errësirës e dinë këtë mirë, ata e shfrytëzojnë frikën si një çelës për të hyrë në jetën tuaj. Kur zbuloni frikën tuaj më të madhe, qoftë ajo humbja e një të dashuri, dështimi në karrierë apo një traumë vjetër familjare, ju po jepni armikut një hartë të saktë të dobësive tuaja. Ata nuk ju pyesin për të ju ngushëlluar, ata ju pyesin për të ju sulmuar më vonë, duke amplifikuar atë frikë nëpërmjet ëndrave të frikshme, aksidenteve të papritura, ose madje duke mbjellë dyshime që çojnë në depresion. Imagjinoni këtë, një grua e cila ndan me një mikesh të re frikën e saj më të madhe, se do të humbas fëmijët e saj në një aksident. Pak kohë më vonë, fillon të ketë panik të vazhdueshëm, marrëdhënie familjare të tensionuara dhe madje incidente të vogla rrugore që e bëjnë të ndihet e ndjekur. Pas një lutjeje intensive dhe këshillës shpirtërore, ajo kupton se kjo kishte filluar pas asaj bisede. Nuk ishte rastësi, ishte një sulm i synuar. Shtrikat dhe ata që veprojnë në errësirë dinë se çfarëdo që rrëfeni si frikë më të madhe bëhet një objektiv kryesor, një derë që mund të çojë në izolim shpirtëror, sëmundje emocionale ose madje humbje financiare. Si të veproni? Asnjëherë mos e zbuloni cenurshmërinë tuaj rastësisht njerëzve që nuk i besoni thellësisht. Në vend të kësaj, drejtojeni bisedën drejt lutjes së përbashkët, le të lutemi së bashku për fuqinë e Zotit kundër frikës. Lutja e përditshme bazuar në Psalmin 23, edhe pse kaloj nëpër luginën e hijes së vdekjes, nuk do të ki frikë, do ta mbyll atë p. Ort. Mbani mend, Zoti është mbrojtësi juaj, mos i jepni armikut municion falas. Kjo vigjilencë nuk është frikë, por forcë hyjnore. Pika 7. Cila është ëndra ose qëllimi yt më i madh në jetë? Tani, pyetja e 7, që shpesh vjen si një kompliment motivues, mund ta dëgjoni në një intervistë pune, në takimin e rrjedhëzimit ose nga dikush që duket si mentor. Duhet si një pyetje që hap dyert e mundësive, duke ju nxitur të ndani pasionin tuaj.
Por në botën shpirtërore, kjo është një pyetje e dizenjuar për të monitoruar, vonuar, ose madje rrëmbyer fatin tuaj hyjnor. Pse funksionon si një kurth? Sepse ëndrat dhe qëllimet tuaja më të mëdha shpesh vijnë nga Zoti, ato janë pjesë e planit të Tij të mrekullueshëm për jetën tuaj, siç thot Bibla, sepse unë e di mendimin që kam për ju, thot Zoti, mendime paqeje dhe jo të këqija, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Kur i ndani këto me personin e gabuar, shtrigat dhe agjentët demonik marrin një hartë të vizionit tuaj. Ata pastaj fillojnë të punojnë prapa skenave, duke folur mallkime të padëgjueshme, duke refuzuar energji negative në rrugën tuaj, ose duke mbjellë fara dyshimi që ju dekurajojnë gradualisht. Mund të jetë një koment i vogël si kjo duket e vështirë, ndoshta nuk je gati, që hapet në një bllokim të plot, humbje mundësish, dështime të papritura, ose madje tradhti nga partner biznesi. Disa madje fillojnë të manipulojnë progresin tuaj, duke ofruar ndihmë që në të vërtetë e saboton. Qëllimi i tyre nuk është përkrahje, është shkatërimi i asaj që Zoti po frymëzon tek ju, duke e kthyer bekimin në një betejë të pafund. Si të mbroheni? Ndajeni vizionin tuaj vetëm me ata që i keni testuar shpirtërisht, miq të vërtetë në besim, mentor të konfirmuar nga fryma e shenjtë. Para se të flisni, lutuni, Zoti, mbroje ëndrrën time nga sytë e errët. Përdorni proverbat, nënshtro Zotit veprat e tua dhe planet e tua do të realizohen. Kjo jo vetëm mbron, por edhe forcon qëllimin tuaj. Mos harroni, Zoti nuk ka nevojë për sekretar të rem për planin e Tij. Pika 8. A mund të lutem ose të profetizoj për ty? Pyetja e 8 është ndoshta më e maskuar, vjen nga dikush që duket fetar, një profet në rrjetet sociale, një grua në një grup lutjesh, ose një shërbyes që ofron ndihmë shpirtërore. Duket si një gjest i pastër dashurie, një shenjë se kujdesen për ju. Por mos u lëkundni, jo të gjitha lutjet apo profecitë vijnë nga Zoti. Disa shtriga dhe agjentë demonik maskohen si bartës të fjalës së Tij, duke përdorur këtë pyetje për të transferuar shpirtra të papastër ose për të nisur sulme shpirtërore. Pse është një kurth i madh? Lutja e vërtet lidh me Perëndin, por ajo e rreme hap dyrë për mashtrim. Bibla na paralajmëron: ruajuni nga profetët e rrem, të cilët vijnë të ju me veshje deleje, por brenda janë ujqër prallë. Kur dikush vendos duart mbi ju ose flet profeçi pa konfirmim hyjnor, ata mund të transferojnë energji negative, si frikë, konfuzion, ose madje një shpirt që pengon bekimet tuaja ekzistuese. Ka raste ku njerëz pas një lutjeje të tillë fillojnë të kenë konflikte familjare të reja, sëmundje të papritura, ose profeci që nuk realizohen, duke i lënë të dekurajuar dhe të hapur ndaj më shumë mashtrimeve. Disa duken aq të drejtë, me fjalë që tingëllojnë biblike, por qëllimi i tyre është të përmbysin atë që Zoti ka vendosur tashmë, duke e kthyer një bekim në një mallkim të fshehur. Kjo nuk ndodh gjithmonë menjëherë, shpesh fillon ngadalë, me dyshime të vogla që rriten. Si të veproni? Asnjëherë mos lejoni askëm të lutet ose të profetizojë mbi ju pa diskrecion të plotë. Kërkoni konfirmim nga fryma e shenjtë së pari, lutuni vetë dhe prisni paqen e brendshme. Nëse ndjeni një tërheqje të çuditshme, thoni: faleminderit, por do të lutem vetë për këtë. Përdorni Biblën, mikosni shpirtrat nëse janë nga Perëndia. Lutja personale dhe bashkësia e vërtetë janë mbrojtja juaj më e mirë. Zoti nuk ka nevojë për ndërmjetës të rrem, ai flet drejt për drejt në zemrën tuaj. Përfundim, miq, këto 8 pyetje janë kurthe, por me shpirtin e Zotit ju jeni më të fortë. Qëndroni vigjilent, lutuni dhe mos harroni, jo çdo buzëqeshje është nga Zoti. Abonohuni për më shumë, pëlqeni dhe komentoni nëse keni përjetuar diçka të tillë. Zoti ju bekoft.